E ne ecim tutje, ecim me spektaklin ton. Ishte java e nënës, java e gruas, java e femrës. Dhe neve sonte kemi sjell një model, mysafire. Ajo është arsimtare, mësuse, gazetare, reportere e luftës, aktiviste, zonja zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Refiqe Hamiti. Ndëruar mirë se erdhe. Unë nga të lutëm. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se ju gjej. Si e, a me thonë mësuse arsimtare? Ma dëshirë kam më thonë mësuse. A mësuse? Po. Keni punuar fillimisht ma përpara si mësuse, apo? Në momentin kur kam filluar të punoj në vitin 1999, puna ime e parë ka qenë mësuse. 99? Po. Puna juaj e parë mësuse, e? 92 më falë, 92. mësuse, po. Edhe vazhdoni prej atëherë, t'jeni kryesisht Që nga jo afër kohë nxënëse. deri në vitin 2000, kam punuar në shkollën fillore Alia Jeti në Podujevë, mësuse. Është shkollë shumë e mirë, një ndër më të mirat në komunën e Podujevës, për çka shfrytëzoj rastin me i përshëndet të gjithë atë staf aq të mrekullueshëm. Edhe sot punoni me një shkollë shumë të mirë, Ismail Edhe Qemali, sot ai veç punoj emrin në që e ka. shkollën fillore Ismail Qemali, shkollë shumë e nam. Ka mësuese dhe arsimtar, profesora shumë të mirë. Llogaritet një prej shkollave më të mira, Po. apo? Në Prishtinë, ë? Me 7 mars të vitit që jemi, i kemi shumë mësuese të cilat janë shpallë mësuese të mira. Arsimtarja Akimete Dida është shpallë një ndër mësueset më të mira në komunën e Prishtinës, e cila ka marrë çmim nga Ministria e Arsimit. E kemi mësuesen Sabahate Kabashi, e cila ka marrë edhe ajo çmim për punën dhe për aktivin të cilin punon. Mirë, tani më bën përshtypje, keni qenë mësuese, po një ditë, gjatë periudhës kur keni qenë mësuese, juve keni përfunduar reportere lufte. Si gazetare kam filluar të punoj që nga vitin 93, shkrimet e para i kam bërë në gazetën Kosova Sot. Mirë po, me vazhdimin, do me thonë, në kohë kam fillu të reportoj edhe nga vendet e ndryshme, do me thonë, Nga të lufta. luftës. Po, kur filloj 24 marsi që filluan bombardimet në Kosovë, unë me familjen time kemi shkuar në shumë fshatra të Podujevës, gjë që kemi përfunduar në fshatin Koleq. Atje jam inkuadruar edhe si ushtare ushtrisë ligjtare të Kosovës. Ndërkohë kam bërë raporte lufte, do me thonë kam informuar opinionin. Përmes cilave agjenci? Institucioni për luftë dhe paqen në Ballkan, 10 raporte kam bërë për New York Timesin, të cilët ma patën dhënë mundësinë që unë direkt raportoj për situatën Nga zonat e luftës. Nga zonat e luftës. Për New York Times, ë? New York Times Edhe dhe për për qendra tjera. institucionin për luftë dhe paqen në Ballkan. Po njëkohësisht keni qenë edhe përkthyesa, apo? Po kam përkthyer sidomos për generalat të cilat kanë ardhur, kanë vizitu zonën operative të Llapit, kam përkthyer komunikimin mes ushtarakëve të cilët ose generalëve tanë që janë tani, në bazë njohurive dhe komunikimit me artin e luftës, komandant Remi ka pranu shumë ushtarak dhe general amerikan, duke u nisë nga jo komunikimit tim me internet, gjë që dhe ju të regojnë A ju keni vu kontakte? Kom vu Përmes kontakte, internetit me këta general, dhe ata e kanë takue komandant Remin. Mirë shumë, më pas keni punu edhe me fëmijë shumë të vegjël, në qerdhe, drejtoresh. Kam qeni drejtoresh e institucionit parashkollor Yllkat në Prishtinë që nga viti 2005 deri në vitin 2009. Po ju keni vazhdu të shkruni si gazetare për në bota sot, a? Asë njëherë në jetën time, do me thonë, prej kur kam fillu me punu si gazetare dhe si mësuese, këto dy profesion asë njëherë nuk i kam ndërprer, edhe sot shkruaj. Edhe sot vazhdojnë të shkruni? Edhe sot vazhdojnë të Për ndoni gazeta, po shkruani kështu për veten tuaj? Unë shkrimet e mia i postojnë në rrjetin tim, do me thonë në faqen time të Facebookut dhe të gjitha gazetat që janë të interesuar t'i marrin shkrimet, me komunikojnë. A niset nga pozicioni gazetares apo analistes? Se tani jemi mbush analist.
Unë nuk them që jam analiste, unë ma shumë them jam gazetare, sepse dua t'i preku disa tema të cilat mua më pëlqenjë, edhe temat të cilat ne sinqerisht jemi ka... Edhe që mendon që si prekun të tjerët, e? Mendoj që si prekun të tjerët. A ke hasë në mirë kuptim tek, për shembull të Gazeta Bota sot, apo të mediume tjera mjaftueshëm? Ndëgjo. Tash po në nisem nga pozicioni i femrës, se jemi në javën kur kemi folë shumë për femrën, për të drejtat e saj. Bile na kena bërë shumë festë, ë? Po, unë në Gazetën Bota sot kam filluar të punoj që nga vitin 1999 deri në vitin 2003. Në atë botë ishte Teki Dervishi, redaktor kryesor i Gazetës Bota sot. Dhe veç dua të shtoj diçka. Tekiu ka qenë symbret. Tekiu ka qenë një analist... Emër i madh i letrave shqipe, shumë i mençur i... Lutem, ai e ka vlerësuar aq mirë gazetarin i cili ka punuar, sa që ka dhënë shumë mundësi. Unë i leti qoftë dheu i Kosovës Tekiut, por mua më ka dhënë mundësi që të gjithë dëshmorët e zonës operative të Llapit më ka leju të shkoj t'i vizitoj familjarët dhe të shkruaj për të gjithë ata dëshmorë që ka zona operative Llapit. Gjë që besoni nga një faqe të plot gazetës, unë e kam pas me shkrim edhe me fotografi të ndryshme, këtë mundësi ma ka dhënë i madhi Teki Dervishi. Tekiu i madh, njeri i madh i letrave shqipe, edhe i cili burgun e tij e ka mbajt në Goljotok, në burgun më famkeq, i përkushtuar tërë jetën e tij për lirinë e Kosovës, për atë e tij. Tani si arsimtare në Ismail Qemail, sa jeni e kënaqur me punën tuaj, sa jeni e kënaqur në përgjithësi si femër? Cili është pozicioni i femrës tonë, shoqërinë tonë? Ndëgjo. Mjaftuar i respektuar, apo... Unë jam shumë e lumtur që viteve të fundit femrës shqiptare ju ka dhënë mundësia që ta tregoj unin e vetë. Në shkollën fillore Ismail Qemaili, në Prishtinë ka të punësuara më shumë femra se sa meshkuj. A përse që pju japim drejta? Po është e vërtet që kemi drejta, mirë po kjo është arrit me punët, me rezultatet tona, me aktivitetet tona. Besoni që në shkollën fillore Ismail Qemaili ka mësuese që janë shumë të mira. Punojnë me përkushtim. Ju faleminderit. Që prap ti me këto... A prap ti me musafira hash me la posta në janë. Ja po të lëshojmë tisë. Ti të lëshën. A jo, a një qa 50 cent meri, për të më rapita krebanone që thuj po, a da krebanone. Qa krebanone, a bi poret. Kështo, a për të një krebanone. A sytë të misat atë, ti e i vogël të misat. A një vogël, unë një hareruj një mes, ta një kur të rrit në akëm. A po, a? Të mirë. Ta një dej të rrit në unë, ma merë dykor, ma merë, shteve që ruj, unë që atë më pëdrëm e ruj misin e ruj e moj mirë, se atë rrit në unë. Qenë pëdrëm, me njëherë primitiv, me majë brenda nuk është që pëdrëmi që shpo më në tje, është pëdrëmi mirë me drita të kuqet vjetë. A po, po shpejtimi s'len atjemi. Shpejtimi s'len një marë. Kërë e shpejtimi? Shpejtimi s'len një marë, Misa. Shpejtimi, në kështë e të lajmë në polici. Unë kam një shak palet. Së në lajmë në policia, i ka qenë polici këtë kolekti ka aty. Unë e madhe që i ka, pëse nuk ashtë më tash. A? Që nuk ashtë. Pse ka zgjet një punë më të mirë, ma. Ja, më të mirë, më të misa. Ty besa. A këto a i kitua ta me qëra. Kjo është mësuse, është arsimtare. Mësusja jam është. A mësusja jetë është? Ka dhonë mësem. Ta është mësusja e mirë, që shje mësusja në fiqe, që shja e mirë, që shja në shpeti vetë, që shje, që shja nishat, ditari që shështë. Ani, ale. A ke mësu? A ke mësu? Po. Na shteke atë me lu atë. Do shta uj, kush është atyre? Ta një abëshim, uk qa për bën, uj, këtë del këtë qeva la kërgje. Qëshje uk, qëshje që ka migje, qëshje në krejt, a migje. A përse, shokët edhe shoqet tua, sa të mirë janë, sa të bukur, sa të veshën bukur, ti krejt sharlatan këtu. Sharlatan, që ta sharlatonat bëhen dikushe. Kush bëhen? Pa, që edhe tha që konë që tu sharlatan për president.
Jo. A di që ka thonë Ismail Kaderi? Qa ka thonë Ismail Kaderi? Faj Kanica, a di që ka thonë? Faj Kanica. Faj Kanica ka thonë më zdeksha për hangën një 500 madhës. Pa vëllam mësuse. I pas ke mojt. Mësuse që shjetë? A ke mirë? A ke mirë? A ke mësu? Po. Bravo mësuse, gjithë konë, gjithë ka ardhe njore pregatit në ardhe. A po, a? A mësuse ju nuk konë, mësuse jo në bukur, shko në vjen që flutur, jena qoqet mila, nga. A qashtu, a? Hala. Mësuse Refiqe. Po? Kë kena folë për mësuse Refiqe, kena folë për një mësuse shumë gjithë mirë. Kër kena folë për një mësuse shumë gjithë mirë, shtetë pita kush ishte aja? është Mësuse Refiqe. E vëra, a një shok të mijë. Pa ma këtëna, a qëlloj e djeksta? Të dhe amore fare, të dhe amore që në banonë. Na qamar, unë jam traktori këmë goj bobi tam. A po, a? Traktor, po bobi jam qështu, ka quë me pi uj. E të ka këthy pa pi uj. Ja, të kalon me pi uj, për s'ta kalon ata ujtë e mirë, ta kalon dhe të keshtë. A po, a? Dosh, ma mirë është më bënë zonë si mirë. A ke e qësin zonë sa është mësusja Refiqe? Kemi edhe në zonë sa të mirë, edhe pak problem, po ata problem jonë ma të areshëm. A përdem një vjesh me tare që tuem. Hajde. Da dhe ndyshe! Ja, moj e shto. Mësusës. Hajde mësusja. Gjithë, mësusja. Para ndo mësusja më javon misit, që to, dhe italion sa t'ishet krejt. A po, a? Po, edhe... Unë e fitoj vesh 1 euro gjysë, misit një avon i fitoj 500 euro. Se i dojnë edhe pak shyrë. E kushtrimi si shetë i hanë krejt. Ja me fa kushtrimi kja, a pa delë një hangën jo. A pa delë. A pa delë. Pjavlo, besën, pjavlo. Po? Që të kushtrimi kamermonin dhe 2018 kam të atrosh për këtë banonëv. A po, a? Pa, më shëndërosh, sharullin. Kam e të atrosh. Po jo se pas taj kamerën se leviz. Ja, leviz, kushtrimi është shumë mirë. A po, a? Ashtë i mirë, ka ashtë i mirë, është gjallë i mirë, edhe rrëtë për një familje shumë mirë. Kumë atëm të misët, a? Të misët, të misët menjën ti. Të poezia. Mos rritë i fort me misa, se mërë është edhe me lujt. Po vëlloj, mërë, unë e kam një shak ka lujt, se ma kiamet nuk ko, se me najt nga të Mercedesit, nej se e palidhja. E mirë, po një poezi këtë ashtë me recitu. Vjeshën? Ha? Cëla ishtë ajo? Apo jetë të shok jam që të me recitu një vjesh. Hajde shto, hajde bashkë me recitu. Dalë ndyshe, hajde shto. Shirë saj mirë është taj. E shbek! Të kjo shok jam, me që qoki ta na kina ku të rritë, ma di so fanë në kina me nëzonë. A jo, a? Po, edhe na nuk i thërë, ashtë që të arme qaj, kje e mire, që në veqë. Tërë për shkës herë. Po se djallin, hashtash, ojo, po. Dalë ndyshe, katë për pjeta me gjë. A ben edhe herë. Okej, a pipe kom qështu, që kjamin? Që kjamin? Qysh, ha? Edvin. Edvin se me thonë vedem. Nështja, dalë ndyshe me ka për pjata që më nëni më një njëri, a me nëni më një njëri, me një njëri, a që mu një nëna nuk e tja me që nëna, a me një më nëna, vetëm ju e levë një, i që me që nëni nuk e tja mu një, a me një më një, rëtë Kosova, Republika. A fakt një që Lulet bukra ka Tirana, a nuk ma le të meri, që më i Refiqa pjajrane, aman amane, o Refiqe kunaje, aman amane, o Refiqe kunaj,
sa i mirë, sa është trendi e i pastër e krejt, e ti, çfarë nxon si kështu ti? Që si që përbon shtash. Edhe, që për i thamë, po të vejën e që të këtë kullë që kë, edhe pse rollë kulla se së bja gripi. E kalëzoj, se unë e këm lalon tamë, kush të musë, jo që ashtë këndojnë, po të hokë dojnë, të nëzirë dhomi për në këti, edhe të shkirë dhomi për aftile. Po, në sa bukur kemi këta nxënësa këtu, sonte, që janë modelina, këta janë misterët e miset e arshme, unë i kom thanë bërbardat dhe princerit shqiptarë. Unë mendoj se gjeneratat e reja, që tash janë duke i vjuar mësimet në çdo shkollë të gjuhës shqipe, janë të mirë, për arsye se kanë të gjitha kushtet. Mirë po edhe mësuesit janë profesionalista në punën e tyre. A ka nivel mësimi në Kosovë? Ka nivel. Si mas mendimi tuaj edhe si gazetare? Ka nivel mësimi, sidomos unë, pas jam edhe shoh çdo ditë se si punohet në shkollën fillore Ismail Qemali, them se niveli i arsimit në shkollën tonë është shumë në nivel dur. Duke falenderuar edhe drejtoreshën e cila ka ardhur tash, me punën e saj, ne kemi filluar... Jetë e lavduve shkollën tonë dhe mirë bëllë. Edhe të gjitha shkollat tjera, sepse... Sistemi mësimor arsimor në Kosovë ka nivel? Mendoj që po. Mendoni që po? Po, sepse ne kemi punuar edhe në kohrat shumë më të vështira, kur kemi punuar në shtëpi private, tash jemi në shkollat tona. Si e percepton 8 marsin, ditë që duhet përkujtuar, gjithsesi synuar, sfiduar rrethin shoqërinë që femrat ketë drejta më shumë, apo si festë si që bëjmë ne? Mas pari po du me folë për festën e 7 marsit. Festën e mësusit, mësusës. Unë mendoj që mësusve duhet me ju dhanë shumë prioritete, për arsye se edhe pse kemi punuar edhe sot punojmë në kushte jo shumë të mira, ne po arritim rezultate me bo gjeneratat mira, në nivel dijes, në nivel të arriturave, sepse në komunën e Prishtinës, çdo vit në përgara dhe aktivitetet të ndryshme, nxënësit dalin shumë fitimtar dhe me rezultate shumë të mira që unë beson jam shumë e lumtur. Po flas për klasën time, i kam 26 nxënës, të gjithë janë nxënës të shkëlqyeshëm. Të shkëlqyeshëm. Po, edhe jam shumë e lumtur me punën që bëjnë prindrit me fëmijë, po edhe unë punoj me ta, mi po edhe nxënësit punojnë. Mësusja Refiqe, japonezët e kishin këtë shumë, kur i kishin pyet pse mësuesi paguhet më shumë se gjykatësi, se doktori, se inxhinieri, se politikani, kishin thënë sepse të gjithë këta kanë dalë nga mësuesit. Shumë faleminderit që ishën sonte me ne, ishte kënaqësi që kishin. Faleminderit edhe nga ju. Dhe shfrytëzoj rastin, edhe lutem që në të ardhmen të gjitha femrat shqiptare të arrin atë rezultatin që të njihen për punën që e bëjnë. Mirë po, mas jam këtu në emisionin e juaj, gjë që ju falenderoj shumë që më keni ftuar. Shpreh rastin dhe falenderoj që ma ke dhënë mundësinë me i falenderu të gjithë ushtarët të ushtrisë shlirimtare të Kosovës për mundin. Edhe një pikuj në qoftë se ka ndënë për çështje kombëtare, ata janë shumë të arritshëm. Gjë që në këtë rast falenderoj shumë që ma ke dhënë mundësinë edhe me përshëndet mikun tim Ton Markun, i cili është në Kroaci. Mikun ton të përbashkët, Ton Markun, gjithsesi. Edhe kisha në përmes këtij emisionin e kisha lutë që Tonit vit na vizitojnë Kosovë dhe të fletë shumë për herojnë dhe strategun e luftës Bekim Berishën. E mikun e tij të ngushtë, ëh? Mikun e tij të ngushtë, sepse për Bekimin është bërë shumë pak. Është folë shumë pak. Toni është ai i cili personalisht e ka njoft shumë mirë Bekim Berishën. Bekim Berishën edhe aftësitë e tij na ushtarake. Abejen.
Andaj e lusë në përmes Do t'aftojmë tonë Markun që të vijë këtu. Mësuse, shumë faleminderit që ishe sonte me ne. Kishim klasi, më shumë na ke folë për ditën e mësusit, se sa për ditën e femrës, po është jo shumë bukur. Atë dhe jam e këtome, se unë punoj mësuse. Faleminderit shumë, ishte klasi. Gjithë mirat, faleminderit.